Përshëndetje. Para pak ditësh kërkova bashkëpunimin tuaj për të plotësuar pyetësorin mbi skemën e re të menaxhimit mbetjeve në Bashkinë e Lezhës. 607 qytetarë ju përgjigjen kësaj thirrje. Dhe unë dua të falenderoj gjithsecilin për kohën dhe kontributin tuaj. Përmes përgjigjeve tuaja, duke treguar përvojën e përditshme, shqetësimet dhe sugjerimet të mundshme për përmirësim, ju u kthyet në një zë të drejtë për komunitetin ku jetoni. Le të ndalemi së bashku, hap pas hapi tek gjetjet kryesore të këtij pyetësori. 8 nga 10 qytetarë të pyetur shprehen se janë të informuar mbi skemën e re të menaxhimit të mbetjeve. 62% prej tyre shohin pozitive heqjen e kazaneve apo kontejnerëve të mbeturinave. 67% e personave të pyetur shohin përmirësim të ndjeshëm apo të lehtë të pastrimit në zonën ku jetojnë. Dhe e dhëna më e rëndësishme, 88% e qytetarëve të pyetur shprehen të gatshëm për të zbatuar me përpikmëri skemën e re të menaxhimit të mbetjeve, por nëse përmirësohet. Së ndryshe, qytetarët kanë vullnet, por institucionet duhet të dëgjojnë zërin e tyre me qëllim shmangjen e disa vështirësive të evidentuara që në fazën e parë të zbatimit të kësaj skeme e të cilat nuk mund t'i anashkalojmë. Vetëm 45% e personave të pyetur shprehen se ja dalin gjithmonë të depozitojnë mbetjet në ditët dhe orarin e përcaktuar. Ditët për depozitimin e mbetjeve janë të pamjaftueshme, në veçanti në zonën urbane. Për shumë familje, mbajtja e mbetjeve të akumuluara për disa ditë në shtëpi është shumë e vështirë, sidomos në apartamente. Shumë prej jush përmendët familjet me persona të moshuar, me fëmijë të vegjël apo me persona me probleme të ndryshme shëndetësore. Për këto familje, një orar i kufizuar prej 2 orësh është vështirë i zbatueshëm. Qese me mbeturina të lëna do kudo në vende të papërcaktuara, duke shtuar edhe problemet e shkaktuara nga kafshët. Por pjesa më e rëndësishme e këtij pyetësori është se ju nuk u ndalët vetëm tek problematikat dhe vështirësitë, por sugjeruat zgjidhje konkrete për ta bërë sistemin më të lehtë të zbatueshëm dhe për të përmirësuar situatën. Më shumë ditë për depozitimin e mbetjeve. Kjo ishte kërkesa më e përsëritur nga ana juaj. Zgjidhja më optimale, çdo ditë, veçanërisht në zonë urbane. Përcaktimi i vendeve në mënyrë të qartë për depozitimin e mbetjeve në çdo lagje apo grupim të pallateve. Rishikimi i orarit duke u përshtatur edhe sipas stinës. Rikthimi i koshave të vegjël përgjatë trotuareve. Marrja e masave të drejta dhe të arsyeshme për të shmangur aksesin e kafshëve në pikat e grumbullimit të mbetjeve. Gjithashtu, sa më shumë informim, me tabela informuese në pikat e grumbullimit të mbetjeve, si dhe me një fushat të vazhdueshme ndërgjegjësimi derë më derë.